Kryeministri Kristian Mickoski thotë se kursimi ditori i qytetarëve me masën e qeverisë për derivatet është mbi 200.000 euro, ndërsa në javë pritet të jetë 1.5 milion euro. Ndërkaq tregoi se pse kanë vendosur ta ulin TVSH-n e jo akcizën. Ovo kako zemlja imame najniski davački. Si vend kemi taksat më të ulta për qeverin, kur bëhet fjalë për benzinën dhe dizelin. Bosnia-Hercegovina ka 2 fish më të madh se sa të ne, njëjtë është edhe në Serbi. Kemi bërë analiza dhe marrë parasysh çmimet në bursë për benzinën dhe dizelin. Erdhëm në konkludim se nëse do të intervenonin në aksiza, ulja e benzinës do ishte 1 denar, ndërsa për dizelin 2 denar për litër. Kjo është arsyeja pse vendosëm për një ndërhyrje më të fuqishme dhe kështu ulen me 6, 6.5 dhe 7 denar për litër. Për shkak të çmimeve shumë të ulta të derivateve tek ne, thot Mickoski, konsumi ditor është rritur në 150.000 litra në ditë. Kemi shumë qytetar nga vendet fqinje që mbushin benzinë në pika tona të karburantit. Presioni është më i madh në kufit perëndimor, verior dhe jugor. Në perëndim, Ohri, Struga dhe Dibra, në jug, Manastiri dhe Gjevgjelia, në veri, Kumanova. Kemi rritur konsumin me rreth 150.000 litra në ditë, nëse krahasojmë këtë me atë që ishte konsumi i zakonshëm në të kaluarën. Një ditë më parë qeveria vendosi që të shpallë gjendje krize prej 30 ditëve dhe ta ulë TVSH-n e derivateve nga 18 në 10%.